Pyetja e radhës nuk është pyetje, po koment. Thotë kështu, na lodhët të na tregu pralla. Shive, Shpesh na i kanë thonë Muhamedi Islam që pralla të regon, i kanë thonë pejgamberëve prej Ademi deri te Muhamedi Islam pralla. Kanë na thonë neve, i kanë thonë xhallarëve më herët deri në ditën e gjykimit, kjo luftë ka me vazhdu. Deri sa shejtani gjallë, nuk vdes deri në fund. Edhe njerëzit tjerë që janë shejtana, bili ashkin shejtanit, ne kena me pas të probleme. Për po, për shembull, çka është prallë? Cila prallë është për atë? Në një historia, në një hadith. Hadithet edhe ajetet që ju hoxhallarët i tregoni. Gjithçka pralla që Gjithçka çka hoxhallarët flasin, për ato shembull, janë pralla. Ne ta zonë, ato na thonë ju na friksoni neve me xhehenem, apo. E për shembull, në njëri që ka gabu. Edhe del para gjykatësit. Me çka e frikson gjykatësi? Me burg. E burg janë pralla e vërtetë. Shumë thjesht. A është e vërtetë burg? Ai nuk do më thonë që e dërgon burg. A më e frikson. Thot këtë herë ta falim edhe një herë nëse gabon, shkon në burg. E burgi tash a ekziston ajo? Ekziston. Shijohet, ekziston. Po nuk do më thonë që të gjithë kanë shkuar në burg. Edhe ato argumentet e Kuranit dhe Sunetit nuk kanë prallë. Janë të vërteta, po tash krejnë varet hive këta njerëz që akuzojnë kështu, ata i frikojnë vdekjes. Ata nuk janë besimtar, edhe s'kan dëshirë mu ballavaqju me Zotin. E tash, prej filozofisë që e kanë, dhe me thonë, i japin vetës pak të në dhe flat. Gajret, e di? Kurajo, se nuk ekziston botë e ardhshme. Jo, ekziston, vëllë. Ati drejtohem, ekziston. Ekziston edhe rirahat se si pas vendit ku vendi. Se cili ka me meritu vendin edhe në këtë botë edhe në botën e ardhshme. Pas vdekjes do ta shohin ato prallë. Po, pas vdekjes e nisi jeta. Enes një jetë, Ademi Islam jeton një jetën e varrit. Barzakh quhet. Me ndoshta milion vite kanë me jetu njerëzit në varreza. E pastaj kena marrin gjallë, të gjithë kena me dhënë përgjegjësi ndërmjet vete për gabimet, për hakun kush kujt i ka, edhe kafshët kanë me marr hak ndërmjet vete. E pastaj kush i miri, ka me hin direkt në xhenet. Ai i padrejti që ato pedofila që i bërë direkt në xhehenem. Edhe ka me pas njerëz që kanë me qenë gabimtar, hinë njerë dënohen, e lajnë vetën e dalin në xhenet inshallah. Po më prap kanë qenë besimtar, nuk kanë thonë pralla. Po, shive, njerëzit që janë besimtar, po mundën me gabu, ka gabime të rënda, ka gabime të lehta, por jam duke folë për gabime të rënda, Allah subhanahu wa taala është mëshirshëm, absolut mëshirë. Zoti nuk kënaqet mi dënu njerëzit. Ama njerëzit kanë më kërkuar Zot, do të thonë që shumë padrejtësi ka po. Edhe në xhenet edhe unë disi s'ka kuptim, jam i qartë. Për këtë shkak Allah subhanahu wa taala shumë i drejtë edhe drejtësi absolute ka. Edhe nuk i randon njerëzit ndërmjet vetë. Do të thonë secili me punën e vet ka më dhënë përgjegjësi para Zotit. Kthejuni Allahut, mos i thuini fjalëve të Allahut. Vallai po, edhe po se mire ke tash se më kujtove, do të thonë tash mos miremi me këtë çështje. Nëse don me beso. Ama jo tash me na akuzo. Pse na akuzon neve? Po ti në fund akuzoj veten, shive ku jem me vetveten, shive me çfarë plani e kalon ditën e natën e ku do me shku, çka do me bë. Ne për vete e kena vendos me mu marrë me Kur'ane, me Sunet, me feje, me familje. A kupton tash? Janë dy gjëra, ose me ne, ose me djallin. Nuk di edhe une çka të them më shumë. Ama me na akuzu, shumë, po na shajnë, po na nënshmojnë, nuk ka lidhje. Inshallah Allah i udhëzon. S'na mërzitni. Po, jo, ato punën e lekum dinekum waliya din. Ne fen tonë, ju fen e juaj.